Në stadiumin Qemal Stafa vjojnë punimet për shëmbjen e objekteve që do t'i hapin rrugë ndërtimit të arenës kombëtare, një ndër projektet më strategjike të qeverisë Rama për sportin. Për të parë çurinë e ndërhyrjeve, por edhe për të sqaruar opinionin publik mbi projektin, kryeministri Rama, ministrja e kulturës Kumbaro dhe kryebashkiaku Veliaj kanë kryer një inspektim në stadiumin e kthyer tashmë në kantier ndërtimi. Duke cilësuar si një ndër stadiumet më të bukur të Europës, zoti Rama nuk hezitoi të përgjigjet edhe skeptikëve të projektit. Një stadium nesër ndër më të bukurit e Europës dhe një përgjigje e merituar për gjithë ata që nuk dinë asgjë tjetër përveç se të ngren gishtin e akuzës nga kafenet ose nga kafja e madhe e pazarit të thashethemeve. Arena kombëtare do të ruaj pjesën ballore të stadiumit ekzistues, e cila është shpallur monument kulture. Kemi përballë fasadës në të cilën kemi pikërisht pjesën të konsideruar si monument kulture. Fasada jo vetëm do të ruhet, por do të jetë pamja ballore e stadiumit dhe do të jetë edhe funksionale. Tirana do të jetë përfituese e këtij projekti jo vetëm në aspektin sportiv, por edhe në shtimin e kapaciteteve për parkimet e automjeteve. Ne kemi avancuar jashtëzakonisht me procesin e çmontimit, 70% është kryer. Besoj që brenda javës përfundon ky proces. Qyteti ka disa përfitime, përveç se ka një tempull të futbollit, që besoj vjen në momentin më të mirë. Punimet në shëmbjen e objekteve kanë arritur në nivelin 70%. Stadiumi Arena Kombëtare është parashikuar të ketë një kapacitet prej 22.500 spektatorë dhe punimet pritet të përfundojnë brenda 2 viteve.